Nëse vuani nga këto sëmundje, duhet të hani menjëherë gështenja. Gështenja u kultivua fillimisht në Europë, sidomos në Europën jugore, në Ballkan dhe në rajone të tjera të afërta. Përdorimi i gjithanshëm i kësaj peme mund të cilësohet gjithashtu edhe e mirë për frut, për dru ose edhe për përdorime dekorative. Gjithashtu, ajo mund të cilësohet edhe si një burim i mirë i mineraleve, vitaminave, fibrave dhe përveç kësaj ka pak kalori. Gështenjat janë të pasura me 27 dhe fiber, që janë me një përqindje të lartë të mineraleve, të sodiumit, fosforit, magnezit, kalciumit dhe të tjera. Gështenjat janë të mira për ata që vuajnë nga lodhja sezonale, e shkaktuar nga gripi dhe ftohja e rëndë. Janë të dobishme edhe për të kapërcyer lodhin mendore. Janë të pjekura dhe të ziera në formë pureje ose në ëmbëlsira. Gështenjat do t'i japin rezultate mjaft të mira për shëndetin. Sipas Healthy Food, gështenjat janë ndër frutat më të mirë të vjeshtës, të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja për të rritur edhe performancën e organizmit.